ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falënderimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun subhanahu wa taala. Atë falenderojmë për këtë falë dhe udhëzim e kërkojmë. Salavatet dhe selamet për shëndetit më të mira mbi të dërguarin më të mirë, mbi Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe të pastër dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar vëllezër, të ndëruar xhamat, lutim Zotin e Madh xhel xhelalu që Allahu subhanahu wa taala ditët e agjëruara t'i bën qabull pi neve, e ditët që na kanë ngel, Zoti na jap shëndet dhe vullnet dhe takat që të vazhdojmë me punë të mira, me vepra të cilat janë të pranuara te Allahu subhanahu wa taala. Do të vazhdojmë me izin Allahu xhel xhelalu në rrëfimin për Ibrahimin alayhi salatu wassalam, pejgamberin ndër pejgamberët më të mëdhtë Zotit subhanahu wa taala pas Muhamedit alayhi salatu wassalam, njëri i cili Allahu subhanahu wa taala ka udhëzuar që në veçlinë e tina, që në moshën e re të tina, pastaj e ka bërë pejgamber dhe bab të gjithë pejgamberëve. Andaj thamë se dunjaja i ka 3 baballar: Ademi alayhi salatu wassalam, Nuhu alayhi salatu wassalam, edhe Ibrahimi alayhi salatu wassalam. Për këtë arsye, mësimi i Ibrahimit alayhi salatu wassalam është vetë mësim për bazën edhe substancën themelore të njerijut. Kur ti e mëson Ibrahimin alayhi salatu wassalam, e mëson çish duket një njeri tamam, një njeri i përsosur, një njeri i cili e don Zoti i Madh te bareke ve teala. Mu për këtë arsye Zoti i Madh xhel xhelalu e ka quajtur wattakhadallahu Ibrahima khalila. Allahu e ka marr Ibrahimin khalil, dost vetin, mik vetin, për shkak afërsisë që ka pas Allahu subhanahu wa taala me Ibrahimin alayhi salatu wassalam. Të ndëruar xhamat, përmendëm se ne rrëfimin e Ibrahimit alayhi salatu wassalam do ta marrim nga Kur'ani dhe fjalët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që i bie çfarë se nuk do t'i referohemi librave të historisë, e të cilat janë normal se librat e jehudive edhe librat e të krishterëve. Pse be themi këta? Nga se te këta ka material për Ibrahimin alayhi salatu wassalam, si në Teurat, ashtu edhe në Injil. Mirë po, ata kanë shkruar gjëra të cilat Kur'ani nuk i ka përmendur, dhe Kur'ani ka përmendur gjëra që ata nuk i kanë përmendur. Po këtë arsye do t'i përmbahemi vetëm rrëfimit kur'anor, dhe kjo është më e pastërta për perceptimet tona. Do të fillojmë sot me lenin Allahu te bareke ve teala me surën Maryam, me surën e 19 në Kur'an, kush do të më përcjell me Kur'an, nga ajeti 41 deri tek ajeti 50. Pra kjo do të jetë fragmenti i parë ku do të ndalim me izin Allahu te bareke ve teala. Pra surja 19 ajeti 41 deri në ajetin e 50. Kjo është ndër surët e para që i ka zbrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Mekë, në fillet e para të zbritjes së shpalljes. Surja Maryam, ku ka përmend Zekerian alayhi salatu wassalam, ka përmend Maryam se si e ka vendosur Allahu subhanahu wa taala në pozitë të lartë, ka përmend pastaj Isaun alayhi salatu wassalam, Musain alayhi salatu wassalam, dhe ndërto ka përmend edhe Ibrahimin alayhi salatu wassalam. Dhe surja Maryam ka qenë prej sureve të para të cilat fragmente nga kjo sure Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu an në Abesini i ka shfrytzuar këto ajete për të polemizuar apo për ta shfaq fen Allahu subhanahu wa taala para Nejashiut. Kështu që kjo sure ka një rëndësi të madhe, dhe kush e lexon këtë sure edhe e kupton atë ritmin apo atë mekamin se si e çon kjo sure, e kupton se është një sure me dëmshuri, një sure me trajt të veçantë. Kjo surja Maryam nuk ka asnjë surë në Kur'an që lexohet në këtë formë. Për shembull, edhe hyrjen e ka me shumë shkronja. Thot Allahu subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, Kaf ha ya ain sad, dhikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Thot Allahu subhanahu wa taala, përmendja e Zotit, e rahmetit Zotit tant ndaj robit të tij Zekerias. Zekeria është djali Zekeria alayhi salatu wassalam me Isa alayhi salatu wassalam takohen tek nanat. Pra Yahya edhe Isa alayhi salatu wassalam janë djem të tezës. Mirë, po këtu tani nuk kemi në këtë temë. Kjo sure ka përmend një varg të pejgamberëve prej tyre Ibrahim alayhi salatu wassalam.
duke filluar nga debati dhe daveti i parë i Ibrahimit alayhi salatu wassalam me babën e vet. Dhe përmendja e debatit fillestar, pra në shpalljen e parë që ka zbritur pejgamberi alayhi salatu wassalam, përmendet Ibrahimi alayhi salatu wassalam me babën e tij. Kjo ka një urtësi të madhe kuranore. Për çfarë arsye të ndëruar xhamat? Për dy arsye kryesore. E para, arabët e madhnojnë Ibrahimin alayhi salatu wassalam shumë. Dhe ata kanë thënë Ibrahimi asina. Madje kanë pas një shtatore, një put të marrum, të ndërtuar në Qabe, dhe e kanë lënë aty se Ibrahimi o njoni. Apo, dhe thamë se Ibrahimin e marrin dhe e përkatësojnë të vetja shumica e njerëzimit. Jo rastisht Allahu subhanahu wa taala në Kur'an e ka theksuar në Sura Ali Imran: "Ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan." Ibrahimi nuk është as jehudi e as krishter. Ndërkohë që shumë ajete e theksojnë: "Wa ma kana minal mushrikin, wa ma kana minal mushrikin." S'ka qenë pagan. Pse? Se arabët kanë dhënë kon pagan. Çka bojnë ana ka bëu Ibrahimi alayhi salatu wassalam. Andaj gjëja e parë që Allahu subhanahu wa taala ka zgjedh në fillet e para të shpalljes, ta zbret Ibrahimi alayhi salatu wasalam, është i madhnuar. Dhe kjo do të vim se është një dobi e veçantë, se njeriu vëllazër kur të bën davet, nuk ban me ia çu njerit atë personin çka se do. Se ti thon atë diçka, e keni pa disa prej muslimanëve çka bojnë? Thotë ja ki mengu që ta ja s'ka. Po s'peduve vëllaz ta mengue. Islami s'ka mundësi veç piçitina me ardh. Andaj njerëzit janë laraman këtë aspekt. Ka mundësi dikush për shembull e pëlqen dietar, në çetër se pëlqen ata. Dikujt i pëlqen zani i hafozit, çetër si pëlqen. Na smira me thon, si mos ta dush valla Kur'anin, piçti hafozit i Kur'anin se do. Jo thonë Kur'anin e du, po zani çdis po pëlqen. A ka këtu problem? Nuk ka problem. Pejgamber ka shumë. Por Allahu subhanahu wa taala e zgjedhi Ibrahimin si pejgamber i cili ishte shumë i madhruar tek arabët. Andaj, çka ju tha? Tha, e madhroni Ibrahimin? Po, ngoni pra për Ibrahimin, çka ka bëu Ibrahimi alayhi salatu wassalam. Dhe e dyta, cila ka qenë? Pengesa kryesore e arabëve për mos ta ndjek Muhamedit alayhi salatu wassalam, cila ka qenë? Ajo çka e ka thënë Allahu xhelel xhelalu, "Abana", baballarët tan, etërit tan, i ati, baba. E baba është simbol shumë i madh të arabët. Ata poezitë të tëre, në shumicën e poezive të tëre lavdron me baballar. Unë jam i filanit, unë jam i allanit. Jo rastisht Ebu Xehli e ka akuzuar pejgamberin alayhi salatu wasalam se s'ka evlat. Po nuk ka bab, s'm bëbohet bab. Në kuptimin spirrit të ndjep. Edhe Allahu subhanahu wa taala ka zbrit një sure që e dina këtë muslimanët edhe të veçit e din: "Inna a'tainaka al-kauthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar." Çka ka thënë ai Ebu Xehli? Ka thënë Muhamedi alayhis salam shtarp, asnjë gjallë spiritet, këtë pidesin. Allahu xhai ka thënë: "Ai çka të ka shoh ti o Muhammed, ai është shtarp." Të ndërum xhamat, më jo vetë juve stash. Por kur thonë ana Ebu Xehli, këtë e dini se bëhet fjalë për një kushërit pejgamberit sallam shumë arrogant, faraoni këtij ummeti, i cili ka munu shumë pejgamberin alayhis salam. Me ju vetë konkretisht, përveç dikush ka nasha mundet me kanë pak më i lexueshëm, çish e ka emrin Ebu Xehli? A di dikush që ka emrin Ebu Xehli? Amr ibn Hisham. Apo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bëu dua: "Allahumma a'izz al-islam bi ahad al-umarayn." O Allah, nimoje islamin me një dy amrave. Amr ibn Hisham, Omar ibn Khattab. E ka përjashtu Allah Amr ibn Hisham, e ka marr Omar ibn Khattabin. Amri, ama shumica muslimanë asemin që din se ja ka hu fillën Allahu subhanahu wa taala. Ndërkohë që me vetë një qafir, jo një musliman, që që ka emni profeti muslimanëve, a e di Muhammed. Në tanë dunja o thije dhe shhedu enne Muhammeden Rasulullah. Emni jotë, emni hoqës, a thirët minare? Jo, thirët emni Muhammedit alayhi salatu wassalam. Të ndërum gjëmat, që ta kuptojmë për çka Zoti Gjelle Gjelalu e ka theksuar në Kur'an: millete e bikum, milleti babës juve. Se babalarët kanë qenë pengesa kryesore ndër pengesat e forta mos me hin islam. Ebu Talibi për çata s'ka hin islam. Utbe ibn Rabia për çata s'ka hin islam. Ata shka pri muslimanëve janë vanu: Khalid ibn Walidi radhiyallahu an, edhe Amr ibn al-As, dy shokët pejgamberit alayhi salatu wasalam, strategat më të fortë muslimanëve.
bashkë me Ebu Ubejdën, të cilët kanë shliruar shumicën e pjesës tokës muslimanëve. Këta janë vanu në islam, e kanë pranu islamin një 2 vjet para se me vdek pejgamberi alayhis salam. Domethënë diku 19 vjet, 20 vjet si kanë besuar. Pse? Baba. Të dërdej se baba. Sa kon pengesë e madhe baba, se nuk mundet baba mos me ditë, çdo kanë pas ata. S'mundet baba jam mos me ditë. Andaj ka thënë Allahu subhanahu wa taala millete ebikum. Apo, dhe jo veç kaç. Ata haç kur kanë bëj kanë përmend babën shumë. Derisa Allahu subhanahu wa taala muslimanëve në haç u ka propozuar çfarë? Fa idha qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dhikrikum abaakum. Kur të bani haç, edhe të sosni ceremonitë e haxhit, pastaj është pjesa e dhikrit. Apo, edhe shej ka thënë përmendni Allahun, çish i përmendni baballarët e juve. Apo, të ndërum xhamat mas namazit çka bojna tesbih. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 33 apo. Ai babën e ka përmend. Baba jam çështu, baba jam çështu. Allahu ja ka zbrit ajet. O ju musliman, si ju ka mëet ajo? Kur ta përmendni Allahin, barëm sa e përmendni babën. Përmendni Allahin çat sa e përmendni babën. Au eshet de dhikra. Apo më mirë se çështu, përmendni Allahin më shumë. Përmendni Allahin më shumë. Për këtë arsye të ndërum xhamat, Kur'ani e ka marrë parasysh rrethanën dhe e ka zbrit rrëfimin që ju përshtatet atyre. Në surën Maryam, Allahu xhelel xhelalu ka zbrit ngjarjen e Ibrahimit alayhi salatu wasallam. Do ta lexojmë disa prej ajeteve, pastaj do ndalim me izin Allahu te bareke ve teala ajet për ajete. Ajet për ajete. Thot Allahu xhelel xhelalu në Kur'an në surën Maryam: "Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a ya abati inni qad ja'ani min al-'ilmi ma lam ya'tik fattabi'ni ahdika siratan sawiyya ya abati la ta'budi ash-shaytana inna ash-shaytana kana lir-rahmani 'asiyya يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. صدق الله العظيم. تفرتنا قضانا الله سبحانه وتعالى. Pastaj disa ajete do na besim me izin Allahu te bareke ve teala për mandej. Të nderuar xhamat, çfarë ka në këto ajete? Thot Allahu te bareke ve teala: "Wadhkur fil kitabi Ibrahim." Përmendo Muhammed në Kur'an Ibrahimin. Përmendo në Kur'an Ibrahimi, fil kitab, e fil Kur'an. Në Kur'anin Allahu subhanahu wa ta'ala. Që i bije çfarë të ndëruar xhamat? Se mësimi i ngjarjeve të pejgamberëve është pjesë e mësimit edhe besimit ton. Andaj wadhkur fil kitab, përmende. Sikur që na e përmendim Allahun, ne fitojmë shpërblime edhe kur i përmendim pejgambert Allahu subhanahu wa ta'ala. Ka ardhur njëri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe e ka mësuar pejgamberi sa çish me bë dua. Ka thonë pejgamberi sa më çon salavate, ka thonë pak. Ka thonë sa më qënë, pra një të tjetër, tretën. Ka thonë ata shtoja Rasulullah, ka thonë shtoje. Pasaj ka thonë, ja Rasulullah, ata shtoje dhe ma tepër. Deri sa i ka thonë, ata baj veç doajën salavate. Apo, para menoj, përshemë njani ka ngrit dur ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Ate lutë zotin e madh xhelel xhelalu. Edhe qka thotë, Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kema sallejte ala Ibrahime wa ala ali Ibrahime inneke hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kema barakte ala Ibrahime wa ala ali Ibrahime inneke hamidun majid. Prap, Allahumma salli ala Muhammad. E ka vetë kisa bjëllat, ata vaj ki qështu? Për nga se më ka thonë po, banë qështu doaja. E një thotë, unë është ka me li për veti, e kerri në kur me li me ble kera, e me ble shpi. Që i ka thonë për nga me le sëllat? Me bati qështu doa, kitë pun të sos Allah. Edhe ato shka ti së shkon nërmen, edhe ato shka ti së dimi lip. Për këta sy e këshikot të ndërum gjëmat, përmendja e pejgamberëve, mësimi për pejgamber është qëllim kuranor, me ta shtohet imani. Kur ti e di se ti pejgamber e ki Muhammed Mustafa alayhi salatu wasalam, kjo shtohet imani. Kur ti mëson për një pejgamber Zoti xhelel xhelalu, kjo është punë e madhe. Andaj thot Allahu subhanahu wa taala: "Wadhkur fil kitabi Ibrahim." Përmendja u muslimanëve Ibrahimin, megjithëse ka qenë edhe qëllimi se në atë kohë shumë pak musliman ka pas. O dosh me ngrej prej shoqërisë pagane për me i shndru në musliman. Thot Allahu te bareke ve teala: "Innahu kana siddiqan nabiyya." Ai ka qenë njëri besnik dhe çfarë ka qenë? Ka qenë pejgamber. E para të ndëruar xhamat që mësojmë nga ky ajet, çfarë është? Është se Allahu subhanahu wa taala i ka zbritur
Arabëve, njeri i cili është i pranuar në mesin e tyre, është figurë përbashkët mes pejgamberit alayhi salatu vesselam dhe kujna, dhe arabëve. Dhe kjo është mësimi i parë, se daveti bëhet me të përbashkëtën, jo me të dallumën. Daveti bëhet me të përbashkëtën, jo me të dallumën. Për këtë arsye Allahu subhanahu wa taala shpeshher arabëve ju zbrit këtë Kur'an, ju zbrit të ajete, wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulunna Allah. Pyet jo Muhammed ata. Nëse i pyet kush e ka kriju qiellin dhe tokën, kanë me thënë Allahu. Pa tërmenoni pak. Nuk mundet me kriju qiellin dhe tokën Allahu, a me bëj ibadet Latit edhe Uzës. Nuk mundet neve Zoti me na kriju, a na dikujt tjetër me bëj ibadet. Nuk mundet Zoti neve me na dhon pasuri, jetë, shpirt, shtëpi, evlat, krejt atë mirat, edhe në fund na mi bëj ibadet dikujt tjetër. Jo, s'ka mundsi. Andaj shiko, kjo është e përbashkëta. Ibrahimi është i përbashkët. Se për shembull, Musa për arabët, ata kanë thënë Musa për jehudit, çka kanë lidhje me Musën? S'ta lidhje me Musën kur gjao. Edhe me Isën, apo Ibrahimi jonë. Pse është Ibrahimi tënë të ndërum xhamat? Sepse kush i ka pru arabët në Arabi? Kush i ka pru arabët në Arabi? Ismail alayhis salam. I pari, i cili ka folë që këtë gjuhë të Kur'anit që ka ne e lexojna në Kur'an dhe gjuhën e pejgamberit alayhis salam. I pari i cili ka shtyptug, i ka shpreh këto fjalë, cili është Ismaili alayhis salam. Andaj këta me fisin Gjurhum kanë ardhur në Arabi dhe janë vendosur aty. Dhe pasaj është martu Ismail a.s. prej tëre. Dhe që ka ndodhë? Dhe ka ndodhë fiset arabe. Andaj këto qëfar ka thonë? Ka thonë najna babe këna Ibrahimin, Ismailin Ibrahimin, bab gjishion. Andaj ka fillu Allahu subhanahu wa ta'ala me të përbashkëtat. Edhe ka fillu e me shprej ata qka është e përshtatshme për një pengamber si Ibrahim a.s. Para se mi thonë pengamber, shpar i ka thonë innehu kana siddiqan. Aju kanë besnik, që i bije qëfar, o ju arab, mos rrejni se Ibrahim a.s. o kanë pagan, o kanë që ka citë falë. Sa të që kanë thonë? Ka thonë, aj qka ka bo aj dhe nëna të bo. Ama të s'kanë bo, Ibrahim a.s. si ka bo ato. Andaj ka njësë Allahu subhanahu wa ta'ala nga të përbashkëtat. Qysh i kanë thonë pengamberit tonë sallallahu alaihi sallam para se më bo pengamber? Sadiq emin. Sadiq, nuk ka ardhë siddiq. Aja konë sadiq, i vërteti, besniku, i drejti, nuk të rrenë për kur gjohiq, as për grincën më të vogël. Edhe emin edhe e ma fjallën, e man amanetin. Po këta syve të ndëruar gjëmat, thirja në islam, po për veti, po dhe për familjen, bët me të përbashkëtat. Qka është e përbashkëtat të ndëruar gjëmat? Kur ta thirë si dikan, dush me shku me të përbashkëtat, për e zojnë ashtu. Nëse aj thot jam musliman, edhe s'fal namaz, e zë vetën musliman, po s'fal namaz. Ka du të mjanis? Qish mjanis me ta? Mi thonë, Allah, i musliman po, pejgamberi sa ma e beson po. Mes ti edhe mu, pejgamber, a ki problem me pejgamberi sa mi jo? Ti anis në piqa ty. Me Zotin a ki problem? Por shumë, ateisti a i ka problem me Zotin, a i s'besoni që pe ati du me shku ka qilla, ka toka, kush e ka kriju e kush na ka pru këto. Ajo mesele tjetër, apo? Me jehudien, dush me prupit e Musa. Apo? Sa i Musën e merë, për argument. Dhe Musën e logarit si të qmur. Me krishterin, me Isën alayhis salam. Andaj ti e gjenë se Kur'ani, sa herë që i drejtojt një komuniteti, ja përmend për bashkëtën mes ti dhe Muhammedit alayhis salam. Jo rasiston të pejgamber alayhis salam, ne pejgamberët jemi krejt vëllezër. Dhe shpesh tonë të vllau jem Yunusi, vllau jem Musa, vllau jem Isa alayhis salam. Për qenë e përbashkëta mes ti dhe daveti që e ka bo me popujt e tjerë. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala ka përmend në Kur'an në këtë ajet se Ibrahimi alayhis salam, nëse meriton dikush për juve që ta ndjek babën e vet, le ta ndjek Ibrahimin alayhis salam. Dhe kjo vëzër është një lloj metode graduale ku njeriu për shembull kapet për diçka edhe ti e çon pak më lart. Çish kjo? Pezon ashtu. Njëri e ka të shtëpia haxhijën, edhe e ka babën, edhe nipi pazojm fal namaz. O i devotshëm deri me një nivel. Baba e ka pak komunizmi edhe e ka dridh. Apo e ka shkun ka pak, ama më shpesohet me ardh veti. Haxhia e ka 2 vjetrën. Apo namazin, dhikrin, haxhin e kështu me radhë. Edhe tash për shembull, cila është metoda më e shpejtë për me e bin këtë midis çka e ka turbullue koha. Nëse i fol djali babës,
Thot ti vogël i më kallzon mua. Zot vi, pastaj te baba Ibrahim sa me. Qala Raqib, ti po më kallzon mua, ç'a më bëuna? Apo atë çka bëm, shkoj më lart. Çka më lart? Çi shkohet më lart? A nëse, për shembull, prindi i thot e vladit vet diçka kundër fejes. O zban çështu, zban çështu. Mirë, po ky nalt e ka në rregull, poshtë e ka në rregull midis o keq. Djali çka do të më bën këtë rast? Do të më shfrytëzoj autoritetin. Me thon po e vet në axhin. Ani unë i vogla, po e vet në axhin. A do të më fal, a do të më dhon zeqat, apo? Pra e çon te autoriteti më nalt. Për këtë arsye Allahu subhanahu wa taala këtë metodë ka përdorur me arabët. Çfarë ka thon? Baballar pitoni apo? Ibrahimi. Baba ju, apo? Veç pak më natona. Për këtë arsye të ndërum xhumat, shikoj Kur'ani çdo metodë ka përdorur veç me besue. E kur ti zbeson, masi ti kena përdor këtë, se ngon as haxhin, as haxhin më madh, as hoxhin, as dietar, as afozin. Apo udhamar a thut? Jo, për xhenem nuk thut udhamar, po xhenem është çikur thon Allahu subhanahu wa taala, isbiru la tasbiru. Ban sabër, mos ban sabër, djeg xhenemi. Allahu na lut nga xhenemi Allahu subhanahu wa taala. Për këtë arsye Allahu subhanahu wa taala ka përmend në Kur'an Ibrahimin alayhi salatu wassalam si autoritet i pranuar në mesin e arabëve. Thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an: "Wadhkur ya Muhammad, o Muhammad." Përmende babën tan edhe babën e arabëve Ibrahimin alayhi salatu wassalam. Pra përmende në librin më të madh. Le të regjistohet në librin që do të lexohet deri ditën e Kiametit, se njerëzit më të mëdhenj që i ka pa historia janë pejgamberët. Dhe për tyre është edhe Ibrahimi alayhi salatu wassalam, innehu kana siddiqa. Ai ka qenë njëri i drejtë, ai ka qenë njëri i vërtetë, ai ka qenë njëri besnik. Dietarët e muslimanëve të nderuar xhamat kanë diskutuar pse ka ardhur Siddiq para pejgamberit. Pse ka thonë herë Siddiq mos anë pejgamber. E do të diskutojmë këta, se shumë rëndësi këto detale të Kur'anit të nderuar xhamat. Këtë Kur'ani nuk t'jep thash emri babës, emri nanës, apo nuk i do nxjerrat në shtetësi me numra. As numri ams, përmend vetëm vlera morale, vlera imani, vlera besimi. Çeto janë më rëndësimi mësue. Tjerat, apo, tash më thonë njëri, po kallzo mu detaj ku e ka pas mahallën Ibrahim e Sam, po nuk e di. Po nuk e di ta. Këtë historia që na ka dhënë maksimum cila në Irak, në qytet i quajtur Ur, apo në Mesopotami, në mesin e dy lumejve, ka jetu Ibrahim alayhis salam. Apo, ama tash a do kështu për shembull me çair numër, jo, s'ka kështu. Kurani nuk fol kështu. Pse? Se kjo nuk ka më rëndësi. Më rëndësi është çiki njëri, çfarë vlera ka pas si njëri. Thot Allahu subhanahu wa taala, innehu kana siddiqan. O ka njëri besnik. Dietar çfarë kanë thënë? Edhe pse siddiqan është pas pejgamberit, Allahu xhana këtë ajet e ka prua para të qenit pejgamber. Për çfarë arsye të ndëruar xhamat? Për shkak se e para Allahu subhanahu wa taala nuk e bën pejgamber në njëri cili ka një grimc rrene. Një grimc rrene. Andaj ditën e Kiametit, Ibrahimi alayhi salatu wassalam, kur dalë përpara Zotit xhelel xhelalu, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vinë njerëzit e pejgambert, edhe ankohen, lutë Zotin t'ja nisë llogaria, se u djersitëm me mia vite të ndëruar xhamat. Tu prit me mia vite. Edhe çka ndodh? Shkojnë te pejgambert, këtë refuzojnë, përveç Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kur të vinë te Ibrahimi, çka thot Ibrahimi alayhi salatu wassalam? Jo se e kam në gjunahun e të Zotit. E kam në gjunah. Çfarë gjunahi? Aje ka mendu gjunah, nuk ka kanë gjunah. Aje ka mendu gjunah, ama nuk ka kanë gjunah. Çfarë gjunahi ka po? Çfarë gjunahi ka po? Kur e ka vetë mbreti, do të vinë, kur e kanë vetë veti për gruin e vet, ka thonë, apo motor. Apo, po kjo motor, a është motor? Po motor se bia Ademit është edhe ajo. Apo, mirë po e ka përdor tërthorazit që të tike bisikletit. Andaj Ibrahimi alayhis salam ka qenë i ndjeshëm edhe në qoftë në diçka e ka thonë tërthorazit, a do është me thonë drejt. Edhe pse ka pas siklet. Sikur për shembull pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam kur ka ikë pi Mekës, kur e kanë lip me evra, kanë dalë nu dhe do e kanë zonë. Kujt u shkuë? Ama ata se kanë njoft Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me fytyrë. Edhe i ka thonë, "Pika jeti?" Se ka ditë që është problem, ka 200 deve. Ka thonë minel ma. Ma është një nivel në Irak. Ka thonë ku? Ka Iraki po. A shko, ka përse. Pejgamberi sallallahu ka pas për qëllim pi ujit jam. Se ma në gjuhën arabe thonë ujit. Apo, ka thonë pika ije, ka thonë pi ujit.
Pejgamberi sa me ka pas për qëllim ujin, ai e ka marrë vesh për Irakin, një qytet në Irak. Pse as ka rrejt, po ka pas, se ti kishton pi Mekës, po ti janë të klip, çaj je ti. Apo, ama nuk u ka bëu këtu pejgamberi sa më dërvish mi thon, do të më kallëzoj drejt, po. O drejt po bëhet të lip me të vrah, o insan. A do të lip me të vrah. Po këtë arsye, shiko. Allahu subhanahu wa taala ka përmend innahu kana siddiq. Ai ka qenë i drejt. Nuk bëhet pejgamber pa u qenë i drejt. Por këtë arsye të ndëruar xhamat, modeli më i lartë i njerëzimit zgjidhet kur s'kan rrejt në jetën e vet, apo pastaj edhe pikëtyre që ka sërrejn kur e ka përcejnë testin që sërrejn kur, pastaj sa janë të vërtet. Do më thonë kitë kalëzën me detalet e të vërtetës, që tu pastaj ngritën pejgamber. Pastaj sa ballafaqohen me rënacakt, këtu bëhen edhe më të mëdhej, andaj kulmin e ka mri Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Në jetën e vet, gjuha vet kur formulim rrejnës ka formuar. A mund që paramendu të ndërum xhamat? A mund që paramendu? A cili pineve një herë, dë një herë, a lujte top sot se të kumë thonë jo, valla lujta. Kur as i vogël si ka ndodhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. A neve na ka ndodhur po? Se ki hangër që tek sa zbohat normal që i dash me rrejt. Apo, pejgamberi sa jo. Një ditë për ditëve, Omar Khattabi del Medine, në xhamin e pejgamberit alaihi sallallahu alaihi wasallam. Isha do fëmijë të lut. Këtë ikin. Vesh një anë sik. Kush ka qenë? Abdullah ibn Zubairi, shoku i pejgamberit alaihi sallallahu alaihi wasallam. Fëmia i parë Medine që ka lind për muslimanëve. Edhe i thotë Omar Khattabi, pse sikë ti? Këtë fëmijë të ikën? Thotë sa të kumbo diçka. Udha e gjona. Apo edhe ja kanë thënë s'të kumbo kur gjon, as zullum s'të kumbo. Udha për këtë, o prisi muslimanëve. Ka thënë e di, po dashta mini që të llafe, se disha se çështu diçka kimë fol mirë. Shiko të ndërum xhamat, janë mësuar me transparencë maksimal. Për këtë arsye thot Allahu subhanahu wa taala innahu kana siddiqan. Ai para se më kon pejgamber o kon njëri drejt. Para se më kon pejgamber o kon njëri besnik. Para se më bë pejgamber Allahu subhanahu wa taala ka bën njëri i cili s'di me rrein. S'di s'mund me formulu rrein ndaj. S'ka mundësi me formulu një diçka e cila është rrein. Qoftë me njërin, qoftë me Allahu subhanahu wa taala. E dita të ndëruar xhamat që pse Allahu subhanahu wa taala ka përmend ka qenë besnik para se me qenë pejgamber, çfarë kanë thënë? Sepse është e pamundur që çndron pejgamberia me dikan i cili gjatë vështirësive apo sprovave apo turbulencave apo çka do kohë që i ndodh, është temeli i dop nëse si shkon siddiq. Andaj Allahu subhanahu wa taala nuk ka bë gruaje pejgamber. Pse nuk ka bë gruaje pejgamber? Në çiket sura Maryam, ajo surja Maryam, nana e Isa alayhi salatu wassalam. As një gruaje në dunja sa kanë pejgamber. Për çfarë arsye? Sepse kanë thënë dietarët, s'mund ta duron barrën e shtypjes njerëzve. Andaj qatë moment që i ka ardhë momenti me lindë Maryamës alayha salam, me lindë e Isën, çfarë ka thënë? E ke Kur'an e kemi, sura në të njëjtën sure. Çfarë ka thënë? Ka thënë ya leiteni mitu qabla dhalik. O Zoti i madh, më kon të kisha dek para kësaj. Pse? Se s'e duron barrën. Ai pejgambert burrat e durojnë barrën. Jo rastisht edhe tek ulemat, apo shumica janë burra. Ka edhe pi grave o xhallarka, o gjenisë që i thënë ata. Mirë po, s'mundet me bajt ajo mesazh. S'mundet me bajt mesazh. Mesazh bëjnë burrat. Dhe këtu vëzër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka nur rregull. Ka thonë çdo popull i cili gruajen e let parën, dështon. Pse nuk mundet me kanë gruaja është shumë e vlerë. Ai ta ruan shtëpinë, ta ruan mallin, ta ruan nderin, ti rrit fëmijët, apo po s'mundet me që thonë ana mukoll për shtëpinë. Nuk mundet me mos ka një problem e thon dil gruaja. S'ka mundsi gruaja, apo për këtë arsye njerëzit kur kanë edhe dojnë me sos punë, apo çka i thon bëre me një burpi, bëma një burpi familjes tane. Se s'kan mundsi me marr me gro. Për këtë arsye Allahu subhanahu wa taala kur e ngriti Ibrahim alayhis salatu wasallam, çka tha? Innahu kana siddiqan. Ai ka tamam i ka kit performancat, krejtësi për mundkon pejgamber. Pastaj tha Allahu subhanahu wa taala nabiyya. Pastaj u ka bëhe pejgamber. Kjo është ajo që ne ka përmendur dietarët në këtë kontekst. Çka mësojnë na pikësora të ndëruar xhamat? Çfarë mësojnë? Se nuk mundet i njeri me pas fetari të mirë edhe rrein. S'mundet me pas. Mos mundet me kon fetari mirë, ka pak fladit vëlla, po ama mashallah te barakallah. Jo, s'mundet me fladit edhe me kon mashallah. Ja të fladit, ja mashallah. Çfarë më do me gjithë? Te na i kena bo këtë bashk, apo të fladit, të rrein, çka s'ban, apo shat, rrugaçori, kret, apo ama, çfarë vllavi? Çfarë vllavi o vllavi? Ti të ketë çelësi tek xhia ja thave, von po ama, do sa do Allah anki.
Ki për Allah shka ban vlla, veç momenti si ka ardhur. Po kur I ka ardhur momenti me rrejt, pse s'ka kallzu drejt. Kur I ka ardhur momenti me vedh, pse se ka nal dorën. Kur ka me kallzu ki që e do Allahin? Kur? Apo, janë disa njerëz gjithmonë që to mundon me I përzi. Apo, s'ka lidhje vlla, ki ka dëshia. Vini rrejt ndërum xhamat. Dallon gjunahi edhe rrejna. Vini rrejt kësaj. Allahu jo shka tha, Ibrahim jo besnik. Ibrahim jo besnik. A insan, po insan. Insana. Edhe aja martu, ka thonë, përdu me martu Sarën. Edhe Hajerin, ka thonë, përdu me martu edhe Hajerin. Se, so insan edhe ati ka pëlqije gjinia tjetër. Dalon të ndërum xhamat, lakmia, pëlqimi, dalon kjo, dhe dalon mëkati, dhe dalon me rrejt. Dalon me rrejt. Pa këtë asyje, të ndajmë mes rrejnës edhe gjunajt. Munësh me bo gjuna, apo, a më nuk munësh me rrejt. Për këtë asyje të ndëruar xhamat, sahabët e pejgamberit alayhis salam, ne jemi pajtuar krejt se nuk janë të pa gjunahe. Thot Ibn Hajar al-Asqalani, besojmë ne ehli sunetit dhe xhamati se sahabët e pejgamberit alayhis salam munën me bë gjunahe. Munën me bë gjunahe. Gjunahe këta në rregull. Munën me bë gjunahe dhe kanë bë gjunahe. Vënë këtë rregullin tjetër. Thot, dhe janë pajtuar këtë ulemat se shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk din me rrejt. Dhe çfarë dallon kjo vëllazër? Çfarë dallon? Ka ardhur sahabia ka thonë ja Rasulullah kum bo zina. Ka ardhur sahabia ka thonë ja Rasulullah kum pi raki. Ka ardhur sahabia ka thonë ja Rasulullah çish ka shtu punu në tesk, ka përcaj një çikare, u hupa. E mora çati për mas. Sahabi ka zbrit Kur'an për ta. A njëri thot, qa pa babe ki mazallah. O mazallah dhe na bojna qashtu për s'kallzojna. O apo njëri thot mazallah I sahabi o edhe ti ban. Veç ati ku dalomina, veç ti dalimo. A I kallzon, ti s'kallzon. Apo, ti takt respekt ndor, mashallah, Ibrahim ibn Edhemi ka orë shkup. Ebu Hurajra tu bo dhikër. Jo, me vëllon, kallzo drejt. Jo me kallzo, jo me publiku gjënat, jo. Veç mos mushtir që është kasije. Sepse Allah nuk rrejt të ndëruëm gjëmat. Në muna me rrejt kejtë rrejt. Ama Allahu gjele gjelalu, po këtë asu i thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala, innehu kana siddiqan nebije. Pas e ka thënë nebije. Qka është nebij të ndëruar gjëmat? Nubuwe, nebe, është lajm. Lajmëtar, apo rëfyjes, apo komunikues I ilmit, shqip muna me komunikue që shdo koft. Nebij është gjdo njeri që Allahu e zgjedh me zgjedhjen e ti, me vullnetin e ti dhe me dijen e ti, dhe nuk fitohet me punën e insanit. Çka I bie? I bie se Zoti e zgjedh pejgamberin, insani s'ka mundësi mu bo pejgamber. Që I bie se është vetëm pi Zotit së ne merr, kur çish së ne merr. Domethënë se njëri thot, o xho, mu fal në 24 orë, mos më bë asnjë haram, me lexu gjithë ditën, me mësu Kur'an, a mund bëna pejgamberi? Jo. Kur s'un bëhet pejgamber. As para pejgamberit alayhis salam mos diskutohet mas Muhamedi alayhis salam. Pejgamberlloku është zgjedhja e Zotit. Zoti zgjedh çiki o pejgamber. Çiki o më I miri juve. Apo, çiki më I miri juve. E tash ai kuptoni do çka thonë, e nani pejgamber tonim se kena. Po çish me bona? Ku me nxera? Kina ja let. Çish me qitat pejgamber? Pejgamberi vjen pi Zotit te bareke ve teala. Inna Allahu jelle jalaluhu është yastafi. Ai I cili zgjedh. Andaj çka I thonë na Muhamedi sallallahu Mustafa. Çka Mustafa I zgjedh. Allahu Gjellë Gjellalu e ka zgjedh. Ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, Allahu Gjellë Gjellalu ka këshirë kitë zemrat e robëve dhe e ka marë zemrën teme më të mirën. Mund ka zgjedh më të mirën për tëne. A dhe ka thonë nuk krenora, ama kjo është ajo qka është e vërteta Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj kjo është pejgamberi, kemi shpjegu vëzër në shumë kontekst tani më të gjerome. Kemi shpjegu dhe të Musa dhe të Jusufi aleyhi sallam se çfarë I bie pejgamber. Kush është e vërtetë me Kur'an? Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a. Debati I parë, thirrja e parë, nisma e parë e Ibrahimit alayhis salam për thirrje të Zotit Madh Xhelel Xhelalu ku ka qenë me babën e vet. Sepse kush se drejton shtëpinë e vet, o burrin e vet, ai shka s'ja do xhenetin babës vet, nanës vet, motrës vet, vllavit vet, familjarëve vet, se një do tjerë. Aty në duhet njerë, fillim me u kalzue. Aty në duhet njerë, thirë. A pranojnë, as pranojnë, së shtë e jotja. Ti dush me u kalzue, mënirën më të mirë, me karakterin më të mirë, me moralin më të mirë, më s'ken arsye mu kap ata. E pastaj baba Ibrahimin gjerem ka me I.
Baba Ibrahimin xhenem ka me, do ta shohim në fund. Madje Allahu subhanahu wa taala do ta tregon pejgamberi alayhi salatu wasallam se ditën e Kiametit Allah dorëzohet Ibrahimit. Megjithëse Allahu xhelala do t'i kallzon argument Ibrahimit se baba jot vend në kapën xhenem, e ditë që ka baba jot. Po këtë arsye shikoj të ndërum xhamat, thirrja kuranore nis prej fillim, pite shtëpia. Pikaja ka nis Muhamedi alayhi salatu wasallam, pite gruaja vet. Pite Khadija, pastaj Aliut, pastaj familjet vet. Këtë më ran. Ata ka thënë Allahu xha wa anzir ashiratak al-aqrabin. Çato shajki bash ngat, çato bat ngatit, çato thirrni herë. Andaj ai i cili dështon të familja vet është shumë më potencial me dështuar marandena. Andaj shka thot Allahu subhanahu wa taala. Nisma e parë, Ibrahim alayhi salatu wasalam të ndëruar xhamat, o kon djalë shumë i mëshëm. Ka qenë djalë i cili Allahu xhela thot wa ataynahu ar-rushda. Ne e kena dhënë atina udhëzimin pin zviglim min qabl. Pin zviglim e kena bëna të mëshëm. Sikur Yahya alayhi salatu wasalam, pi vogël ka thonë fjalë të mëshme. E kjo është zgjedhja Allahu subhanahu wa taala. Me kanë ka nis me babën e vet. Me babën e vet. Dhe baba i tij Azeri, sikur ta vëvin në surën Al-An'am, Azeri ka marru puta. Ka ndërtu puta. Dhe akon arrogant. Akon temperament. Akon njeri që s'ka hongër fjalë. Me njerë ka shku në matë keqen e mundshme. Dhe Ibrahimi a.s. të ndërur në gjemat për cilën e me vëmendje 5 herë me në një debatit qëfar të fol me babën e vetë. Jo rasisht Allahu gjele e ka nu emnin Ibrahim, bab i mëshirshëm. Bab i mëshirshëm. Vini re, thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala, idhe kale li ebihi, ja ebeti. Thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala, kër i tha Ibrahimi a.s. babës e tina, babës vetë, pra ju drejtu fillimisht atina. Vini re, kush e lezën Kur'anin, e shifni atin një zgjatëse, ja ebeti. Kjo teja është je, ja ebi, ama e ka tejen. Pse? Teja e rahmetit, teja e përgdheljes, teja e butësijës. Qysh keme me përkthi në Shqip, qysh dush përktheje? Që ta shumë të kalzoj, ti pasaj mund është me apo. Tani, që i ka thonë? I ka thonë me zonin matë but të mundshëm. O baba jem, o i ati jem, o, pra me, tash, në kena zvukzim, se kjo është e beti, baba jem me përgdhelje, apo? O baba, apo zemra jeme, apo loçka babës, e kështu më radhë, qka mund të përkthejet? Ja e beti, lima ta'budu, ma la jesma'u, wa la yubsiru, wa la yughni anke shej'a. Qështë e ka nisë? A i ka thonë, oj devijum kur kasije. Apo, vini re të ndërum gjëmat. Baba Ibrahimit nuk u kanë veç pabesimtar. Jo, për te i pabesimtarit. U kanë krijues i putave që i kanë adhuru mushrikt. A i ka thonë, unë e ti ndreqit, ty veç birisishte. Unë të ndreqit, unë të shes. Ala manal të konë. Apo, pra, Ebu Gjeli se konë veç pabesimtar. Aja konë edhe mbajtës i rendit paganve. Aja ka mojtë rendin e mushrikve. Pra këta syje, meselja konë shumë e madhe. Dhe du të me pasë shumë kujti që shme i me ta me full. Që i ka thonë, o baba jem. E kjo dhe zërthirje për çdo musliman që e ka babën gjallë, apo edhe nanën gjallë, që të ketë kujdes se i drejtohet. Ketë kujdes se i drejtohet. Një numër i madh i muslimanëve dështojnë në debate dhe diskutime me baballarët e vet. Po kjo nuk po thojna që shpesh herë nuk është faja dhe i baballarëve, për shkak mos edukimit dhe mos tërbijes që e ka bë. Mirë po, na nuk kena të fol kush i ka fajat. Na do fol ti si musliman çfarë obligimi ke ndaj babës tan. Ti ndaj babës tan. Shiko Ibrahim alayhis salam të ndëruar xhamat. Jemi të fol për një pabesimtar, për në jo musliman, i cili ka qel fabrik të putave, i cili ka ndreq puta, se na të fol për Abdullah dhe Husein dhe Ferhat, se na të fol për baballar musliman. Nuk i na të fol. Haki dhe e drejta ndaj babës musliman është shumë më e madhe. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithin që kanë nxjerrë Imam Tirmidhiu, ka thënë alayhi salatu wassalam, ridhal walid ma ridallah, au ridallahi ma ridal walid, ka thënë alayhi salatu wassalam, kënaqësia e Zotit atë të kënaqësia e babës, kënaqësia e Zotit atë të kënaqësia e nanës. Që i bie çfarë të ndëruar xhamat, me të idhnu baba dhe nana pa hak. Ajo janë çetër mesele, ama me hak. Allahu t'i dhnohet.
Allahu t'i dhënohet. Edhe pas muslimani shumë kujdes vëllazër, që mos shkojë nana dhe baba as ja ban halal. Se ti mundesh me kon asgan i madh, ti më kon pasanik i madh, ama hakin te Allahu që lejam me çka kimë paguaj. Po ka thënë vëllazër shumë e mirë ajo çka është traditë tëna, që njerëz kanë lip halallok. Pra mu shfaqsupi në dunja, sepse në ahirat kërkesa shumë e madhe. Ti me një fjalë gojë thuk të më banë halal. A atje, po këtë asyje shiko, ka fol me bab pagan, ka maru puta. Unë zbezoj këtu që ka dikush babën musliman, apo pavarësisht çfarë gjendje fetare ka baba i vet, që i maron puta. Me maru puta, me maru kriqa, me maru gjërat sa adhuron përveç Allahu xhel xhelalu. Po këtë asyje du të me pas shumë kujdes se si njeriu i qasët babës vet. Por çka na ka kallëzuar Allahu xhel xhelalu? Pse na ka kallëzuar detaj? Çka më duhet më ditë në dhomë vet çka kanë fol ato? Por me të kallëzuar ti o musliman, që çdo dush me fol. Çka i ka thënë? Ja ebeti. O baba jam. Dhe kjo është çfarë? Mos me thirr me emën. Mos me thirr me emën. I bado jo, thot filani. Kush ai filani valla? E ki bab. E ki nuk ban me përmend me emën. E thirr me titull. Titullit të ndëruar xhamat. Kur ti përdor titull, manë me këtë rregull. Ai njeri që ka njerëz u ajep titujt, ai janë njeri ndarshëm. Ai njeri që i thi njerëz me emra, ai sa njeri ndarshëm të ndëruar xhamat. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur kanë ardhur njerëzit me kërku dijen, çka ka thënë? Merhaban bi talibil ilm. Ai ka posë emën, ama se ka thirr me emën. Çu ka thirr? Çu ka thirr? Merhaban, merhaba. Pra mirë se vjen kërkuesi dijes. Të ndëruar xhamat, kjo është e marrë nga Kur'ani. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Rabbul Alamin kur me emën se ka thirr. Gjenën Kur'an, gjenën e ajet. Apo tash jeni në muin e Kur'anit. Lexoni Kur'an. Nëse ju beti kun Kur'an, tu lexu tu bahatme. Për cilët që shpreha mundesh me gjet. Ja Muhammed, o Muhammed. Gjen. S'ka. An Kur'an disa shumë ka ja ayyuhan nabi, o ti pejgamber me titull. E ka thirr me titull. Pse? Është i madh Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Apo dhe për këtë arsye të ndëruar xhamat, qoftë pejgamberin zbat muhabet, kutojna nebijuna sallallahu alaihi wasallam, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, apo për shembull të fol për dietarin, ato filani, pa i ka titull Allah. Hafizi, pa i ka emër, po ka edhe titull, thirrë për titullin. Apo çdo njeri i cili e hek titullin, ai do me ul ata. Do me ul ata. Po këtë arsye çka i tha babës vet? Ja ebeti. Ja ebeti. Dhe Kurani jo rastisht i venon ndrit sajna 5 herë ka theksuar. Dhe arabët të ndëruar xhamat, manë e kanë rregull. Nëse më kallzon një herë çish i ka thonë mos më kallzo për ditë. Ma e këta rregull e kanë arabët. Arabi e ka rregull. Nëse më kallzove se një herë i ka thonë o baba jam, u kriu në e mora vesh se mo tan muhabetin i ka thonë o baba jam. Dhe nëse ta përsëriti prap, ta dish sa të dash me më thonë, sa kjo shumë e rëndësi. Por shembull, në Kur'an e gjena shpesh innal ladhina amanu wa amilus salihat. Ata që kanë besuar dhe kanë punuar vepra të mira. Kjo në Kur'an shpesh. E po, mirë, arabi hiç se ka merak me ja përsërit muhabetin. Pse Kur'ani ja ka përsërit? Për shkak rëndësisë që ka. E di që të vën shumë rënd me ta përsërit, po ta di sa më rëndësi. E mirë, tu në Kur'an i ka thënë babës vet, o baba jam. I tha një herë, përziti o baba jam. Arabi kur lexon çka thotë, e këtu kanë një muhabet shumë rëndësi. Su mund se kam merak këtu me ma thonë 3-4 herë se i ka thonë kështu. Andaj, mënyra se si komunikoj me prindin, me babën, me nanën, me familjar, është qelsi a ka me shku islami dërta ata apo jo? Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala. Çka i ka thonë? A i ka thonë këto janë shirk, shka i të bo? Zban ma adhuru puti, adhuroj Allahun xhelle xhelalu? Jo. Çish e ka nis? Kur o njeri më i madh, çish është mas mirë ti për më janë nxjerrë një gabim, mi thonë që e gabim? Kjo vëzërë metodë kuranore. Allahu xhelalu ka për qëllim me Kur'anin me në ndru trunin. Trunin me në ndruhe. Po këtë asyje nuk mundet një njeri me lexu Kur'anin, edhe me mësu Kur'anin, edhe me pas trun xahileti. S'mundet. Se Kur'ani të ndron. Ata që janë bërë sahabët musliman, ata janë bërë kitë komplet qëtër njeri komplet. Bilali radiallahu anhu konë rob, ama kur a bëhe musliman, a bëhe komplet të njeri. Ata i bugjeli ka thonë, a jebe ti qaj Bilali që am ki qitë muhe qaj e kafe po? Qka të ka gjelë beti? Ku i merë? Apo, çdo herë që ka bëhe muhabet, a i ka ditë përgjigjen. Ka ditë përgjigjen ka thonë, ku i merë beti këto? Tu ka ndru kitë truni. Duhet Kur'ani të ndërum xhamat mi aqel dere me në ndru trunin. Apo, njëri thot lena mirë o gjëse mirë jena. Qëfar mirë i me Allah? Asi të pas që ka të ndonë dë njoha.
Nuk jena mirë të ndërum xhamat. Duhet sa më shumë mi acel Kur'ani deri të na ndroje, të na ndryshoje zemrën, të na ndroje shpirtin, na e bëje më të mirë zemrën, na e bëje më të mirë karakterin, se nuk e kemi ata çka e lip Allahu subhanahu wa taala. Çai ka thënë, çish është çelësi kur jemi të folmë një të madh. A ajo shumë gabim. Çish më anis. Shikoni çka thot Allahu xhelalu ala. I ka thënë Ibrahim alayhis salam, lima ta'budu ma la yasma. Jo, unë veç muhabet i ka thonë po bajo bo. Pse pe adhuron ti? Ha? Pse? Pytje. Do më thonë, kër e ban pytje ty, qëka i të dosh me bo? Ti po du me ta morë një përgjigje. Pa jo përgjigja, ti tu ma dhonë përgjigjen ki me kuptu që i tu më dhonë gabim. Por që e më siguri kër i thu dikujna, o bab, po që kjo, a s'ka qështu a? Që e mund, a është qështu? A i tu ta dhonë gjevabin? Po qështu ka në valla, gabim e pasta. E ka lanë gabimin me shprej baba jo gjalli. Kjo shumë në nësin debatën dërum gjëmat. Ibrahimi a.s. ja ka bo pytjen që përgjigja me konë në gojën e babës vetë të man, e jo me mi kalëzu ky. A kuptut? Imam Shafiu rahimahullahu ta'ala çfarë ka thënë? Ka thënë sa herë që bëj muhabet me dikan, edhe polemizoj për një mesele, edhe e shoh që jo gabim, unë ja bi punën, aj me kalzu të vërtetën e unë me ngue. Që Imam Shafiu ka pas? Ka konë njëri inteligent, super inteligent, gjeni. Çfarë ka thonë? Ka thonë kur polemizojë në me dikan, këta ka morë për Ibrahimit a.s. Ka thonë kur polemizojë me dikan edhe aja gabim. Që ti të polemizu me dikan edhe aja gabim. Na që shkojna, total gabim e ki vlo. E kna që ke vlo. Mini jarë ka me thonë, po vlo tamam, u kri e mora. S'ta merë ashtu, apo s'ta merë. Qish duhet? Duhet në përmjet metodës që aj me pranue. Sepse një insanit të ndërum gjemat e ka një problem me egon e vetë. Kur ti kalzohet e vërtet, a bëhet e ranë. Kur ta gjenje vetë, bëhet e letë. Apo, kur ta gjenje vetë, unë e gjitha vetë. Ama kur të ma gjenjë shti, pak marana. Për këtë asyje Ibrahim a.s. Qëka i tha? Lima ta'budu ma la yasma. O baba jem, e kam një pytje. Apo, a lejo djali me vetë babën? Po, sidomos këtë rast që Allahu gjë e ka udhzu Ibrahimin a.s. Tha, o baba jem, pse pe i ban ibadet, pse pe adhuron atë qka as nuk dëgjon, nuk nin, as nuk sheh, dhe kur gjon dobi nuk të ban tyje. As një dobi nuk të ban tyje. Pse e ka shprej këtë mënir Ibrahim a.s. për me janë gjallë, qëfar? Për me janë gjallë pytjen të vetvetja. Pse unë i bëj ibadet putit? Njeri kur adhuron dikan të ndërum gjëmat, për shka adhuron? Se i ban dobi. Apo? Për mi bo dobi e pak të cila me paj. Me pa, apo? E pak të me ni. Ti kur ban doa të Zoti Madh Gjelle Gjelalu. Qëfar bindje ki? Se Zotit nim. Dëgjon, të shë. Edhe ta plotson, ka kudret me ta plotësue doajen. Para me në përshimu ti të lut dikan, apo, bane e sa kështu, o një qarë për para, një i verbor. Apo, edhe ti ban me dur, edhe i kështu, këshire. Edhe që shumë, edhe a i shka ven një qëtër një shka shes, që thot, kujti ti kalzu, thot, po që kështë ti kalzu që një sa që tina, që shdu këtë që kjo fotografia, apo, po të ki nuk shë, Allah. Nime nuk shë, tash, këshire, a du këtë shumë siklet, po siklet. E tash para me ndo, baba Ibrahimit njeri me si, puti pasin. Baba Ibrahimit me vesh, puti pa vesh. Apo, baba Ibrahimit lëviz, a i dhe maron, puti slivrit. Apo, ta shka dosh mi anë gjallë, o baba jam, për shka adhurohet Zoti, për shka adhurohet? A e du të me të pave njerë. Para më në me thonë për shumë, nëjna të adhuru një Zot, hasha wa kella, ketë mira ti ka, hasha wa kella, subhanahu wa ta'ala, ama nuk nin. Apo, nuk nin. A e ki pa për shemë të tina për ndodhë, ka ndodhë. Për shemë do një plak, s'nin, ma ba. E njërës të dojnë, o, falë shka dush, e s'nin ki. Po më se ki gale, lirish falë shka dush. Pse? S'ka shërbi këtina, kësë s'nin, me ba me kone dhe i verber, hala ma hitë s'ka ma kur gjarë. I vdek klinikisht veç që aty ja, sa për me angër buk. A mund ta paramendosh tash ku ka ra shirku me këta, ku i karzuhe? E ka maru Putin vetë, me dur të veta. Do ba thonë, kia maj lëviz shumë se Putin. 2, ki shë a i s'shë. Apo, që ka dosh me thonë Ibrahimi? O bab, s'munët be me konë robi maj përsa se Zoti. Nuk munët ti adhrus maj mirë se Putin që ka i të adhruhe. Ti shë, ki nuk shë. Ti nin, ki nuk nin.
Ti bandobi, kis bandobi. Do ti ki dur, ha buk me to maron. Bile ti e ki maruket, a kisën maron tije. Apo, mi thonë për shemë putit, a të më dhim kraj, s'ninaj. Andaj shiko, ka nis me provokimin e babës vet, ama gjevabin të japë vet. Kjo është metoda kuranore të ndëruar xhamat e Ibrahimit a.s. Që e ka përmend Allahu subhanahu wa taala. Ta ngacmosh dhe ta josh është pimrena njerë me thonë, po në më nuk ka mirë që punë, po në më do të më fal. Nuk ka, a ki vado, thot, a I hoxha një me gjithë ditën a I qankërinë më falë, apo a I të shpijave. Thot e Muhammed el-Ghazali, rahimahullahu ta'ala, Kurani ka për qëllim me të bindë në shpirt tije, jo me pranuti. Apo, Ebu Gjehlin e kanë vetë tinza, sa I publikë së në ka thona për nga verë. Apo, tinza e kanë vetë. A ki po, a disa njeri në konë tinza dërës? A thot, mire ka ki hoxha, ama nëjse, edhe tita e ka pos mirë pak. Ama tinza ngojnë, shtu tinza kanë merak, plot me ka, edhe pi komunistëve tjetër, edhe pi trive. Ebu Gjehlin e kanë vetë tinza. Muhamedi a.s. A pejgamber për një me ki fakte që so pejgamber. O pejgamber ka thonë është. Nuk ka thonë, pëse s'pe pranon? Pëse s'pe pranon që ja pejgamber? Ka thonë se na me fisin e këti e na shtin shumë. Shumë e na shtin. Shka kanë bo këto kena bo dhe na? Apo? Shka kanë bo këto e kena bo dhe na? Këto kanë bo për shembull njerëzve ne kena bo nder. Ty kanë thonë ujë, ne kena thonë ujë. Këto kanë ndërtu diçka, na kena ndërtu diçka. Këto janë konfort, na konfort. Ka thonë këto e nxjerrën i pejgamber. Ku më nxjerrën i pejgamber? Nuk ki problemin e ka mushtin, se ka problemin që janë pejgamber. Këto tinza, andaj, shiko, që ajo tinza ha ndërgjegja. Thotë Allahu subhanahu wa taala për Firaunin, ha, wa jahadu biha wastayqanatha anfusuhum. Ata me goje ka mohu Musën, ama në shpirt ka thonë ki pejgamber. E që ajo që ka e thu ti në shpirt, që ajo e vërteta, ajo që ka e mohon me goja ti Hizilia, i Nati, i Smira, ajo muhabet për me fladit vetë vetën. Ata shiko se si ka thonë Ibrahim a.s. babës së tina, qëfar I ka thonë? Ka thonë, o baba jem, si më është me adhuru e një guri I cili I ka 3 cilësi, 3 mangësi, 1 nuk nin, 2 nuk she, 3 kur gjonë dobi nuk ban. Andaj shumë më rëndësi të ndëruar xhamat, që me ditë çka mi thonë kundërshtarit. Shpesh herë shumë prej njerëzve që thirrin Islam mirën me të thirrurin, jo me meselën. O do ti ki problem me meselën, apo ki çka I tha, o baba jam, kur po bën ruku ndaj putit, shumë kes po bë, s'takon çashtu. Nuk I tha, sumir ki me babën e vet, çka I tha, puti s'ja vlen me adhuru. Apo, andaj na du të mjë kazu njëzve që Islami ja vlen me përqafuhe. Nuk ka me rëndësia I vetë në ta kuptoj që ajo zban. Vetë në ta kuptoj që rruga e ti është e gabume. Pastaj çfarë I tha? Tha, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anke shay'a. Tha, o baba jam, prej cilësive të Zotit, cila, me dëgju, me ni, me pa, edhe me të ba dobi. E që ka mundësi ti me adhuru këta I cili s'ta ban as një dobi. Cilën dobi ta ka pru e putijot, cilën smuje ta ka hek putijot, cilën dua ta ka nije putijot. As janën, apo a je di që ta ti përshimu të mishkue, do të vim na kur I ka rëzu e putat, Ibrahim a.s. ja u prish kit putat, edhe një ule, ma të madhin. Pse ja ule? Me bo debat. Ka thonë, po ki I madhi, pse si rujti këtë të voglit? A zot ki E zot, e qish mund është I mi dalë zot putit, a I vetë vetës në I dalë në zot. Andaj Ibrahim a.s. të ndëruar xhamat I fliste babës së ti në majën e edebit me majën e logjikës. Ma logjikës që kash nuk ka, duke e ngjall debatin në shpirtin e tina. Gjithashtu ajo çka e pohon Ibrahim a.s. në këtë mënyrë të pyetjes së është se ibadeti të ndëruar xhamat është maja e dashnisë me majën e porulës. Që I bie se insani kur I porullet dikujt në maksimum, edhe e don maksimum, atëherë ai e adhuron ata. Të ndëruar xhamat, që ta kuptojnë kështu. Nëse ti je një put të madh, dikush I bën ibadet, edhe ti çuditësh sa të madhe pas kanë drejt. A kjo ibadet? Jo. Më veç çudita shumë të madhe pas kanë drejt. Apo, për shembull piramidat apo në Egjipt ka pas prej putave, sot ka në për shumë rëvene, e adhurojnë, e ti thu gjithë ki put. A kjo shirk? Jo, gjithë ki put. Ka për shembull plot prej faltorëve të shirkut, ato e kanë bot madhe, ti çuditësh, ti merr shit ajo.
Kjo nuk është shirk. Çka është shirk? Kur ti porulesh atij, kur ti adhuron ata, kur ti e do ata. Do ta shohim se ai ka dashur baba Ibrahimit alayhis salatu wassalam shirkun dhe paganizmin. Pastaj çfarë i ka thënë? Ja abati, o baba jam. Prap e ka nis me baba jam. Këtu të ndërum xhamat në mes Ibrahimit edhe babës vet. Vini re me vëmendje. Flet Ibrahimi, s'ka gjevab baba. Por se dhe me Kur'an. Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a. Ya abati, o baba jam, pse adhuron atë çka nuk shef edhe nuk dëgjon edhe nuk të ban dobi kur gjë. Ja abati. Ki pse s'pja kthen? Çka t'ja ktheje? Çka t'ja ktheje? Ibrahimi bi thot, puti nuk nin o bab. A mundesh me vërtetu që nin? S'ka gjevab. Apo, o baba jam, a she puti? Nuk she. A she? Me thonë t'i kërëshimon t'i qike shtatorja. A she? E nuk she. E mirë, pse s'po fol, ki babat me thonë, ka dale? Gabim e ki gjeljem. Se ki puti she, edhe nin, po gabim e ki ti. E, këtu ka heshtje. Se ka heshtje, s'ka gjevab. Apo, andaj, do t'a shohemi se Ibrahimi a.s. i bjen kitë provat, i jetë babës vetë veç ka, qa të vras. Qështu? S'ka që, qa me fol? E veç vrasja. Po këta syje Ibrahimi a.s. me përdor të gjuhën e provës, gjuhën e argumentit. E ata e përdorin gjuhën e forcës. Po ama na të vras na. Po ama s'kem të fol për të vras, me kem të fol për prova. Apo, nuk jam të fol për plepa, jam të fol për njerëzi. O di moj plepja, i zaj basa i madha. Apo, ama kur kush nuk shkon me shkun se s'ka dobin ta, mundesh me kall zar me ta, ama nuk ka dobin ta. Andaj ti e gjen këtu heshtje. Pse heshtje? Po ç'a më thon? Ç'a të thojë baba Ibrahimit? Thot Allahu subhanahu wa taala: Ya abati inni qad ja'ani min al-ilm ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya. Ka thon, o baba jam, vini re përziti, o baba jam. Çka ka mujt mi shku ndërmend babës tash që e ka pru që këtë fjallë Ibrahim a.s. Mini herë mas provokimit par, logik. Çka i shkon mend çdo babës? Kur u babë kime më kalzu? A i shkon mend çdo babës ta? Ki u babë më shkallzu? Po të të rigjeve tamël kipi? Që ta e kanë plot problem babalar. Dhe kjo e normal, problem, apo? Se i fëmija, a më të ndërun gjëmat, a nuk pe vorejni, se çdo brez shka vjen, ma shpejt mëson se tjetri? Ajo shka e ka di sot një 7 vjeqar, pa i tu të e vetë, di shka e vetë që vetë qatin. E di ba me thët. Ku e di be? Që e ka vetë qatin. E vetë internetin. A nuk e sheti sa ta zotrojnë ma shumë prej fjallëve gjuhëve tjera, shka ti, kur i ki po 30 vetë me të zizje ki mësue, që shi thoi një fjallë anglisht? A i ma shpejt e mëson. Se, kjo është për hikmetit Allahu subhanahu wa ta'ala. Tu shkurtu imrat e njerëzve, a për shifri që sen të dekë më 70. A gjilirët e kanë qitë në lërës tash. Në me lekul moti kitë me 30 të mor 30, 35, 40. Pse? I kaloni arajit. Pse? Sepse Allahu subhanahu wa ta'ala e ban noksan imrin. Tu e ban noksan imrin, e mëson njeri ma shpejt. 1780 vjet ka jetu Nuhi alayhis salam. Ama ilmin që ka e kena na, se kanë dit në të vakt. Për çfarë arsye? Sepse sa ma i gat imri, ma ka dali ka zonë Allahu gjela njerit. Sa ma i shkurt imri, ma shpejt i ka zonë. Për këtë arsye pejgamberi ton alayhis salam, për 23 vjet i ka kallzu çka i duhet dën kiamet. Për çfarë? Se ka me vdek shpejt. Po 63 vjet ka me ndrujet. Për 23 vjet i ka kallzu për ilmit. Shiko, ne na dina për Ibrahimin, na dina për Musën, na dina për Isën, na dina për pejgambert e Zotit. Kjo vesh histori. Nëse hina në shariat, detalet e detale, çfar uji duhet me morë për abdes, çfar uji duhet për me pi, çfar uji i vlen për me morë, për shembull, për me i dhënë baktive, çfar llojet ujeve të kemi, çfar kur është gusull, kur nuk ka gusull. Nëse jemi dispozita, Kurani është mrekulli. Mirë të ndërum gjëmat. Pse për 23 vjet gjithë kjo ilm, se ka me vdek më shpejt. Andaj kur shkurtohet imri, Allah ilmin e jep më shpejt. Ilmin ta jep më shpejt. Për këtë ndëruar gjëmat, shiko. Për shkak se baba i vet tash e ka problemin kur u bë që gjali jam me mkallzue, atëre ja ka hek këtë shive Ibrahim alayhis salam. Çe ka thënë, ya abati, o baba jam, inni qad ja'ani min al-ilm. Mum ka ardhe ilmi. Dhe vini rejtë të ndërum gjëmat. S'ka thonë unë e ku mësue,
Jo, s'ka thonë unë se unë për shembull, unë pata çat librin çka ti se pate. Jo, çka tha? Qad ja'ani. Domthon, mos u mërzit pse ti s'mujt e me arrit që kjo. Se s'munësh me arrit të kjo, se mu Zoti pejgamber më ka bo. A kupton? Domthon, o baba jam, unë pi Allahit e kam këtë mësim. Ti nuk mundesh me gjetë këta posa se më ngonë muë. Andaj, ja ka hekat barën se ta shpika e morët i këta. Kur kush se di që ta, që i tha, ka gjenim, ka arë pichile. Pasa që ka thonë, ma lem jetik, ti nuk t'ka ardhë. Pra, mos u shqetësov se t'ka ardhë, që kjo pichile vjen. Ajo shka në cilë të së në merë. Fa ka thonë, fet të bihni, hajde mas muë, dike siratan sëvije. Hajde mas muë dhe une, qojtë rruga e vërtet. Andaj shikoj të ndëruam xhamat, çfarë përpikmërie, çfarë debati, çfarë zhvillimi i argumentit, kadale, ti kallzu babës vet, pagan, se kjo udh nuk ka e mirë, o baba jam. E tash, po pikapi i morë këto Ibrahim. E para, o baba jam, Zoti më ka mësu. E këtu, apo, çish o kjo punë të ndëruam xhamat. Nëse një njani ka evlat, edhe tjetri si ka evlat. A i dhnohet kisha s'ka evlat me këtë që ka evlat? Jo, pse? Se këtë që ka evlat shumë thjeshtë e ka. O vla, Zoti me pa ka tha. Së punë e jeme kjo. Ilmin të jep Zoti, bereqetin të jep Zoti, të mirat të jep Zoti. Andaj s'ka nevoj më i dhnue. Sa Idim një Gjubejri ka thanë, wallahi zemra jeme se urejnë asë një njeri në dunja. Musliman qofta ose mos më kof musliman. Pse? Ka thënë se ka bekatu Allahu Gjelalu me të mirat e kësaj bote, apo të ahiretit. Më çka me pas zili? Zane një njeri Allahu Gjelalu ka thënë shumë të mira. Ama në funë hinë gjenem. Por çka me poziri Allah, po ki funë gjenem ka me je. Në funë gjenem ka me je. Mirë, njërë ti ka thonë Allah u gja shumë të mira. Edhe në funë është edhe në gjenet. Allah në abo fi gjenet livi, Allah bëllë alemin. A ja vlen me poziri një njëri që Allah e do? Po Zoti me do ata? Për këtë asyet të ndërum gjëmat. Gjërat janë shumë thjeshta. Ka gja e minimi në ilm. Ka ardhe ilmi për Allah subhanahu wa ta'ala. Dhe unë ti s'ki nevoj më shqetsue, sepse ky ilm nuk në dorën tane, por është dorën Allah subhanahu wa ta'ala. Dhe aj në ka furnizue. Pastaj shpe ka thonë, ma lem jetik. Ti nuk e diket. Ti nuk e diket. Dhe kjo shumë në nësinë të ndëruar gjëmat. Në debate, kur debati zhvillohet më lirë më të mirë, kur jetu debatu me dikan edhe nuk di, ka drejt ai çka di me thonë, ti nuk e di këtë punë. Apo na shpesh shef shumë deformime të plot pi muslimanëve, vjen të kallzon thotë nuk ka hoxha çështu. U ndërum, ka ana tjetër është. Unë të kallzoj, sa hoxha të kallzon. Ti nuk mundesh më shkum i thon doktorit, jo mociklav. O vlla, e ke gabuar adresën o djalë. Ti nuk mundesh më kallzoj mociklav o spena analgin. Unë të kallzoj se ti nuk je për këtë punë. Por këtë asë du të mi da të ndërum gjëmat pozicionet. Nuk mundesh ti me shku, por ai çka di, nuk di. Por shembull, a hipin në aeroplan këtë të ndërum gjëmat. Këtë besoj keni hip. Apo, por vaje do shakam fobi, inshallah Allah ja largon. A ki shkuti të njerë me thonë, a tu ditë be çki piloti, ka të shkue. A ki, çështu janë do njerëzi? Shkope këshireve. U dredh ka pak. Por rribe vëllai se sa puna jote as s'kish ka me bë. Jote çka hajkini pa, atë çka thonë, lidhe rripin, kaç. Kujdes rripin, ka turbulenca, lidhe rripin. Edhe të ndërum gjëmat edhe kështu, është edhe dunjaja. Atë çka se di, veç lidhe rripin, kur gjon tjetër. Veç lidhe rripin. Trak, rrip pusho, ata çka e din. A ki pa kur shkon ti në mjek, ata vështojnë, ti veç shtrinju, vëlla. Ama unë çka keni me bë? A veç shtrinju? Ata shka s'dojnë mushtrinje, edhe ata shka refuzojnë mushtrinje, s'mundën mushëru të ndërum gjëmat. Apo, ama o doktor, ka dale, a i të e bo operaci, ki i thot, a i ki lexu librin deri në fund. O, dhe rrimore, a i t'jep anesteziti. Kështu i ka thonë Ibrahim a.s. Babës vet, ka gjeni min el ilm, ma lam jetik. O, babaja, unë e kam ilm, se ki ti këtë ilm. Apo, andaj të ndërum gjëmat, mësome e debin e dijes, nëse e di s'ka problem. Ama, t'vjen njeri, hiq haber s'ka me kur gjo, as nuk e njëv Kur'anin, as nuk e hadithin e pejgamberit, as nuk e din ç'është vender të hadithi, as që ka komentuar dietar të hadithin, gabim e ki. Po kjo ti këtu edhe ti kujt dush më thon, piloti gabim, doktori gabim, inxhinieri gabim, a keni patën a shumë do të mëshëm janë. A inxhinieri ka po kit preciz apo thon, pak si shtram te pa lan çto. Mora be kë ka pak, e pa lan pak si shtram. Po ani s'ka lidhë ta gëzojsh vëlla. Po vëlla ku i marr me këtë, po ky inxhinier me 1000 euro me ka paguajt për këtë oti. E kalon pak sistem po hani. A e ka Mercedesin e ka bo Gjermanin në vi, apo gabima pak manatona dosh me shtiket. Kështu nuk shkon kur, nuk mëna me mri kërkon të ndërum gjëmat. Kjo mendësi ka me nalan shumë gat me vujt. E nëse s'doni me vujt, sa ma shpet lidh në rripin. Lidh në rripin, trak rripin,
ngoja atë çka di, edhe banju tabi atë çka dina. Pse? Sepse nëse nuk i bëmi tabi atë çka dina, kena me upu rrugën. Çka i tha Ibrahim alayhis salam? Mas ja pohoj që unë e di, ti s'di, çka tha? Fattabi'ni. Dhe vini rejtë ndërum xhamat. Ibrahimi e përdori fejen, fattabi'ni. Me njëherë o babaja, me njëherë hajde mas, se një sekund të ndërum xhamat. Apo përmendëm në ligjërat çka me bëu hoxha për Ramazan. Të ndërum xhamat, çka me bëna për Ramazan? Mes vdekjes edhe jetës njeriu të ndërum xhamat. A duhet me ardh një kallaballok kera e kamiona me e morr? Jo. Sa i duhet njerit me dek? Sa i duhet? Sa i duhet? 4 sahat? 1 sekund. Tak vdes. Allah na mëson me iman ya Rabbul Alamin. A i njeri vëzër që i duhet veç për 1 sekund me dek, a ka hapësirë me bëj gare? Apo me thonë që po ai se këto shlepera derisa të vinë, apo jo, nuk vjen me shlepera. Sekund tak, veç vjen me kulmoti. Andaj i cili di se në sekunde ka muhabetin. Çka i tha Ibrahim alayhis salam? O baba jam vallahi sekundi me të rrok që këtë shirk çka hije, ki me xhenem për gjithmonë. Çka tha? Fattabi'ni. Po me mënyrën më të butë po të foli. Hajde më njëherë mas mua. Ehdike siratan sawiyya, të udhëzoj në rrugën e drejtë të Zotit te bareke ve teala. Të ndëruar xhamat, tu ka edhe shumë muhabet, edhe shumë mësime, e do të ndalim me lenin Allahu te bareke ve teala me këtë pjesë, andaj nëse ka mundësi ta shfletoni dhe ta lexoni në surën Maryam. Koha nuk po na premton, nga se edhe shumë prej vëllezërve po kanë me udhëthue apo kanë njerëz edhe me shkuna për iftara, andaj po përfundojmë këtu për ta vazhduar me izin Allahu te bareke ve teala xheratën e ardhshme nesër, që si ka fol edhe si e ka vazhduar debatin Ibrahim alayhis salam me babën e vet. Elusim Zotin e Madh xhelal që Allah na mundson që të edukohemi me edukatat kuranore, të marrim nga morali i Zotit xhelal që ka zbrit në Kur'an. Elusim Allah subhanahu wa taala që Zoti jon xhelal na mundson që të mësojmë nga Ibrahim alayhis salam, të edukohemi me edukatat e Ibrahimit alayhis salam, të bëjmë Allahu qabul agjërimin ton, taravitet tona, leximet e Kur'anit. Elusim Allah xhelal që Allah subhanahu wa taala na udhëzon me udhëzimet e tina. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.